Kjo është një Bloodstone dhe me këtë do kanalizoj një talisman njoni, talismani numër 36 për një kliente. Më është dashur një orë për të kanalizuar dhe për të gjetur kush është kristali apo guri në këtë rast i duhuri për profecinë më të fuqishme që klientja ime ka në fushën e saj energjetike. Talismani joni është një talisman që hyn dhe vepron rrënjësisht në profecinë tuaj apo në plagët e juaja më të thella. Dhe klienti në fjalë ku kalon një fazë tranzitore as pak të lehtë dhe për mua ishte shumë vështirë të kanalizoja dhe të lokalizoja kush ishte profecia e duhur që do i shërbente më së shumti tani. Pra, kush do ishte ilaçi energjetik i duhur që t'i shërbente më shumë klientes time. Të shohim se çfarë profecie do lindi nga ky kur Bloodstone. Joni talisman është një koleksion talismanësh, nuk është për këdo, por është vetëm për ato femra që janë gati të marrin të gjithë përgjegjësinë për t'u lidhur me profecinë e tyre më të mirë, me jetën e tyre më të mirë dhe të ndërmarrin aksione dhe të lejojnë punimin energjetik në këtë rast t'i ndihmojë t'i hapi rrugën dhe t'i hapi energjetikisht aq shumë sa profecia e tyre të materializohet. Tani do kanalizoj disa kodet profetike. Kodet profetike kam kanalizuar, tani do filloj të punoj talismani. Nëse kam kodet tjera profetike, patjetër që do i kanalizoj ato. Tani do pastrojmë pak fushën energjetike të klientit, do pastrojmë kristalin dhe do krijoj pak hapësirë të shenjtë. Për momentin kam zgjedhur këto 3 ngjyra që shkojnë me kristalin. Por do shohim edhe gjatë kanalizimit, a do ndryshojnë ngjyrat apo ja, po të shndrojmë po këto. Mbarova dhe hapi parë, të vazhdoj me pjesën tjetër. Hapi tjetër, gati për të kaluar të hapi radhës. U bë dhe hapi radhës, vazhdoj me tjetrin. Gati për raundin tjetër. Pas 2 orësh e ca punë fizike, këtu kam arritur deri tani, sa bukur ka dalë. Nuk e dia kuptoni do të gjetem tani se çfarë po del. Shumë e bukur. Hello, vazhdoj me ditën e tretë të punës. Ka që kam bërë, kam kanalizuar goxha kode profetike dhe të shohim si do përfundoj, më pëlqen shumë si po del. Ka që kam punuar deri tani, sa bukur ka dalë, dhe ka një energji aq të ngrohtë se sa s'u shpjegoj dot. Sa për informacion për ju që thoni ama se qa punë bën ti vetëm për të vendosur këta ruaza dhe për t'i djegur fiet, pa shuajtur këto që t'i bëjmë thonë, janë dashur 1 orë ca. Dhe këtë gishtin e kam të copë, më është djegur gishti. Sa do doja të ndjenit energjinë dhe frekuencën e këtij talismani. Sa po mbarova talismanin joni numër 36, unë sa bukur që ka dalë. Ky është fundi. Nuk e dia kuptoni që se çfarë është. Sa e bukur që ka dalë. Ka dalë magjike. Shumë e bukur. Oh my god. Jam shumë krenare dhe e lumtur për punën time, por gjitha jam e lumtur e mirënjohëse që më lejoni të sjell në jetë të tilla bukuri hyjnore. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer talismani numër 36 i koleksionit joni dhe më shkruani në komente çfarë frekuencash apo energjish ju përcjell. My god, çfarë energjie ka kur vë dorën këtu të jep një ndjesi aq të ngrohtë dhe vibruese. Mezi pres që ky talisman të shkojë te shtëpia përfundimtare. Paçi do shihemi në kanalizimet e radhës.